Në një kohë kur po lëm pas pak e nga pak dimri dhe pritet që me rritjen e temperaturave të ketë një rritje të konsiderueshme edhe të numrit të vizitorëve apo edhe të turistëve në Pogradec, ne jemi rikthyer sërish në këtë zonë. Është e disata herë të cilën e sillim në vëmendje pikërisht këtë godinë, pra ish turizmin e vjetër, një godinë fantazëm dhe mjaft e rrezikshme, por dhe një nga pikat e zezat të qytetit të Pogradecit, e cila nuk i shërben as pak turizmit për një qytet si Pogradeci, i cili pretendon një turizëm në rritje dhe për ta çuar atë në fazat elitare. Pas prishjes së sistemit ose ndrimit të sistemit, ky turizëm nuk funksionoi më dhe që prej atëherë ai ka vetëm degraduar. Sot ai ka mbetur peng e disa pronarëve të cilët nuk po gjejnë gjuhën e përbashkët se çfarë do të bëjnë pikërisht me truallin dhe me gjithçka tjetër këtu. Dhe në fakt reagimi i instancave lokale apo qendrore për ta zhdukur këtë godinë kaq problematike nga Pogradeci ka qenë pothuajse zero. Instancat lokale, sipas informacioneve që kemi, me një vendim mund ta prishin këtë godinë duke zhdukur një herë përgjithmonë këtë pikë të zezë të Pogradecit, por që në fakt deri më sot nuk është bërë. E duket se edhe për këtë vit, pra për sezonin që pritet të vijë të 2017-s, sezonin turistik, ky turizëm do të jetë ende këtu, duke qenë si nga zonat më të shëmtuara të qytetit të Pogradecit. Janë të shumtë ata që fakt kalojnë nga kjo zonë, qoftë shqiptar, qoftë edhe të huaj, dhe që nuk hezitojnë të shkrepin edhe foto mbi gjendjen e degraduar në të cilën ai është. E në fakt duket se drita jeshile për t'i dhënë një zgjidhje përfundimtare këtij problemi kaq madhor për turizmin e Pogradecit duket ende largët. Nëse dikur kjo pjesë e qytetit ka qenë një nga zonat më të populluara, sot ajo jo vetëm që është një nga zonat më të shëmtuara, por dhe një nga zonat e braktisura. Në këtë gjendje që është do ndryshim, ka ndryshuar se është me koha e parë siç ka qenë. Duan kushte të tjera. Dikur lonin kumare aty, dikush që bën nevojat personale, dikush gjë mirë kjo besoj. Tash ajo se është në këtë gjendje që është kthyer në ashtu, nga brenda jo, por vetëm nga jashtë, se nga brenda është izoluar. Brenda nuk ky njeri. Sa vite bën që është braktisur këtë gjë? Ky atë është nga 95-a, mori filloi privatizimi, shkatërrimi i ndërmarrjes shtetërore, filloi kjo punë. Dhe ka mbetur kështu siç. Ka mbetur kështu. Që atëre. Duhet të vendor ata që e kanë, që të ndryj bashkia do të ketë komunikuar me personat që e kanë si turizëm. Dhe ka ngjerë në këtë gjendje që është. Po ajo dihet që negativisht, një ndërtesë e vjetër, që në 24. Po edhe ka, përderisa s'ka tualete në qytet, aty do vinë njerëzit, ku do vinë. Sot më së shumti kjo zona e qytetit të shërben si një banjë publike, ndërsa në jo pak raste ka rrezikuar jetët e qytetarëve për shkak të rënies së tjegullave apo pjesëve të tjera të çatisë. E duket se edhe për këtë vit, turizmi do të mbetet një peshqeshi të kaluarës së largët, e cila sot na ka lënë një gjendje kaotike, mbi rane dhe mbi të gjitha të rrezikshme.